ligjin e dyfisht, e kemi aty, ne nuk mund të vendosim për çështje etike. Tash e patëm domethënë amandatimin për presidentin. Deshëm me e çu, pra presidentin mos zgjedh për qytetarëve. Mungun deputetët e listës sërbe, nuk u amandamtu, da diçko problemi. Problemi është që kjo është dashmë amandamtu, sepse Kosova, që ata deputet të shumicë që aty, edhe të minoritetet tjera, edhe të komunitetit një deputet sërb, gjithë votuan për me shku, edhe me uzgjet në punë. Ndjeni që sërbët kanë më shumë drejta se sa komunitetet tjera, shembull pakisë në për shtetet tjera për rreth. Sipas kushtetutës, super të privilegjuar janë sërbët në Kosovë? Sipas kushtetutës ne jemi super komunitet në këtë shtet, edhe kemi drejtat shtesë. A i shfrytëzoni ju Por këto çka drejta? është realiteti në teren? Çka është? Ne kemi 6.000-5.000 prona aloj uzurpuara. Mira, është faj që në teren realitetin nuk e përdorin, duke u shmangur, duke mos marrë pjesë në për punën e institucione ose në integrim. Apo është problemi që ju mendoni që Jo, nuk mund ta lej, a dim pse, kështu e bane. Urdhëro. Janë 6500 prona, po. Po. Dakord. Një pjesë janë të shituna, një pjesë janë të uzurpume, një pjesë mund të shitet. Jo, ajo është e kry. Ajo janë para gjykatës. Veç lutem. Edhe një pjesë mund të kthehen. Ta shtrohet pyetja, pse nuk kthehen bane? Se kjo është një fat plagë e shqiptarëve dhe sëve, unë duhet me diskutu qëtu. Nuk kthehen bane sepse aty janë krusht vogël, ose diku në përfshatna kanë qenë disa paramilitarë sërb të cilët i kanë vrarë këta miqt edhe kojshit sërb. Edhe unë menoj bane që na nuk po e thojmë të vërtetë. Na duhet të ballafaqu. Italia përfundova. Edhe Serbia duhet të mu ballafaqu me të vërtetë. Çata kojshi që i kanë vrarë kojshit e vetë shqiptari, i kanë masakru, i kanë djekë për gjallë. Për çto s'kthehen o bane, ku mu kthy ata? Le të kthehen,